Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe ka kërkuar që procesi për reformën e re administrativo-territoriale të mos kufizohet vetëm në diskutimet institucionale për të zhvillohet në dialog të drejtë për drejtë me qytetarët e zonave që preken nga ndryshimet e propozuara. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Braçe u ndal te Bashkia e Poliçanit, Divjakës dhe Lipohovës, të cilët, sipas draftit të hartuar nga socialistët, parashikojnë të shkruajnë në njësi të tjera administrative. Ai vlerësoi se secila prej këtyre zonave ka identitet, histori dhe specifikat e saj, elemente që sipas tij duhet të merren në konsideratë gjatë procesit të reformës. Poliçani, vendi ku unë për herë të parë u bëra deputet, vendi ku më kanë votuar për herë të parë si deputet. Divjaka, vendi ku për 12 vjet të rresht unë kam marrë votën si deputet nominal. Lipohova, vendi i origjinës time, sipas kësaj ndarje të re territoriale administrative shkrihen dhe bashkohen me njësi të tjera administrative apo bëhen bashki më të mëdhaja. Deputeti socialist ju referua edhe reagimeve të ditëve të fundit, duke përmendur protestën në Poliçan, ku disa qytetarë dojën teserat e Partisë Socialiste, si dhe kundërshtimet e shprehura në Divjak dhe Lipohov. Sipas Braçes, këto zhvillime tregojnë se komuniteti kërkon të dëgjohet dhe të përfshihet në vendimarrje. Dita u bë më e vështirë dje për shkak të protestës në Poliçan, të njerëzve që banojnë atje, të socialistëve bashkë me ta. Nuk është e pazakontë. Poliçani kështu ka reaguar kur është vënë në diskutim ekzistenca. Kryetari i bashkisë jep të opinionin e tij në një mënyrë krejt paqësore, krejt sinqert, krejt qytetare, po përsëri autentike. Ai theksoi se çdo ndryshim në hartën administrative o territoriale duhet të mbështetet në konsultime të hapura dhe debate publike, në mënyrë që vendimet të reflektojnë dhe interesat e banorëve të zonave të prekura. Unë mendoj që tani është koha për qetësi, dhe në krahun tjetër, për të dëgjuar njerëzit, për të dëgjuar argumentat e tyre. Pra për të dëgjuar jo udhëheqësit e bashkive, por për të dëgjuar qytetarët në këto zona ku kemi këtë problematikë. T'japim argumenta dhe të marrim argumenta. Reagimi i Braçes vjen në një kohë kur projekt ligji i Partisë Socialiste, i cili parashikon reduktimin e numrit bashkive nga 61 në 46, ka nxitur protesta dhe kundërshtime në disa qytete të vendit, mes tyre Poliçan, Klos dhe Dimal.